përpara prokuroria edhe atëherë edhe gjatë gjithë rrjedhës së procesit nuk ka qenë mjaftueshme me bindur së paku për vete që akuzat me cilat ballafaqohen i shkretë të ushtrisë shqiptare të Kosovës ka prova të mjaftueshme për t'i vënë para përgjegjësisë. Për faktin se siç dihet, ata akuzohen si i shkretë të ushtrisë shqiptare të Kosovës në kapacitetet e tyre udhëheqëse, për shkak natyrisht që edhe kjo është njëra prej anomalive të vetë sistemit, për faktin se është e pakuptimt në bindjen time se si gjyqtarë dhe prokurorë me përvojën e të drejtën penale ndërkombëtare nuk kanë marrë mundin ta analizojnë kontekstin lokal në Kosovë që nga vitet e 80-ta tutje, për faktin se ndonjëherë fitoi përshtypja që po e trajtojnë ushtrisë shqiptare të Kosovës si një ushtri të rregullt, madje si ushtri vendeve moderne të Evropës dhe përtej, në fakt nuk ka qenë ajo. Është konfirmuar dhe në dy procese gjyqësore të mëhershme, si ndaj zotit Haradinaj, ashtu edhe ndaj zotit Limaj, se ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë një guerile, cilës ju kanë bashku kurse që ka pas mbi të gjitha guximet dhe vullnet, dhe synimi kryesor i saj ka qenë çlirimi i vendit. Prandaj thirrja e një numri kaq të madh të dëshmitarëve në bindjen time ka qenë pikërisht për faktin se prokuroria as vetë nuk ka qenë e bindur që akuzat me cilat i akuzon i shkretë të ushtrisë shqiptare të Kosovës ka prova. Megjithatë ka qenë edhe një diçka e paprecedent për sistemin e drejtësisë, se pjesa për të dërmuese, por mos më thonë ndoshta të gjithë dëshmitarët e ftuar nga ana e prokurorisë se kanë pas fillimisht statusin edhe të dyshuamit edhe të akuzuar, gjë cila natyrisht që në jo pak raste mund të jetë përdorur dhe si një mjet shantazhi në drejtim të deklarimeve të tyre. Që shpesh ka ndodhur, pasi ka ndodhur dëshmin, janë liruar nga ajo. Po megjithatë, edhe përkundër mungesës së madhe të transparencës që po ashtu e ka karakterizuar këtë proces gjyqësor, në bindjen time me atë sa kemi pa, nuk arrit me u argumentu teza me tekst veçantë sa i përket çështjes së ndërmarrjes së përbashkët kriminale dhe strukturës komanduese për faktin se ka pas dëshmitar ndonë që të ftuar nga ana e prokurorisë, të cilët me zë dhe figurë e kanë thënë që për shembull nuk i kemi raportu këtyre, nuk i kemi njoftë këta për strukturë komanduese, gjitha këto për shkak natyrisht që ata janë duke u ballafaquar me këto akuza, sepse është determinuese dhe rëndësishme me thënë për opinionin se ata akuzohen si ish krerë të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe rrjedhimisht për të qenë më i qartë dhe më i kapshëm për publikun, në kupton që gjithçka që është bërë, domethënë në kuadër të perimetrit përkatësisht hapësirës me cilën akuzohen, janë parapam në akt akuzë, gjithçka që është bërë, qoftë me veprim, qoftë me mos veprim të tyre, ata nënkuptohet në farë formë i bën automatikisht përgjegjës, për shkak natyrisht që në bindjen time ka rënë kjo tezë, ka rënë kjo pikpamje për faktin se, siç e thash, është tashmë konfirmuar se ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë vetëm një guerile, e natyrisht që këta nuk kanë pasur mundësi edhe përkundër vullnetit, për kushtimit të tyre, cila është shpërfaqur deri në këtë fazë, e besoj që do të shpërfaqet edhe përmes dëshmitarëve të cilët së paku janë paralajmëruar nga ana e palëve mbrojtëse që do të ftohen në fazat pasuese. Është dëshmuar që këta nuk kanë pas absolutisht asnjë qëllim me çka akuzohen, me çka sipas legjislacionit edhe vendor dhe ndërkombëtar e bën që një organizatë të tillë të njihet si organizatë përkatësisht ndërmarrje përbashkët kriminale, është qëllimi në vetvete element kyç që e bën një organizatë për të cilësuar si organizatë kriminale, e qëllimi i ushtrisë shqiptare të Kosovës, i popullit të Kosovës dihet që ka qenë çlirimi i vendit nga okupatori serb,